Kem të thirrur sot në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, pami live që gjithçka dështoi atje, po duam t'i dim detajet që ndres. Çfarë ndodhi? Pati përplasje në Këshillin Gjyqësor të Kosovës asnjëherë më parë në përbërjen e re dhe kjo mbledhje thirrur sot dështoi për arsye të bojkotit që bën disa nga anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Diskutimi më i madh u bë se kur duhet të diskutohet pikërisht çështja e dorëheqjes së gjyqtarëve serb. Disa nga anëtarët e Këshillit thanë që ajo është interes kombëtar dhe duhet të diskutohet e para, të tjerët nuk u pajtuan me këtë, pasi thanë që një gjë e tillë ka pritur nga 2022, më shumë se 4 vjet, rrjedhimisht mund të pres edhe dhe të shkohet, siç thanë disa nga anëtarët, me pikat e renditditës siç janë planifikuar qysh më parë dhe pika e 9 të diskutohet në lidhje me kërkesën e Albulin Agjiu që të vendoset përfundimisht për çështjen e gjyqtarëve serb dhe dorëheqjet e tyre që kanë bërë më 2022. Pati diskutimin se pse kjo punë nuk është kryer më herët. Kjo pyetje ju drejtua dhe kryesuesit Rustem Thaçi, kryesuesi i ri të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Ai tha që nuk mund të përgjigjet për këtë pasi nuk ka qenë kryesues këtu. Pati diskutimet me tone të larta sa kryesuesi për një moment tha që nëse vazhdohet kështu, ai është i detyruar që ta ndërpres këtë mbledhje, por ndërprerja në fakt nuk ndodhi për shkak të toneve të larta dhe diskutimeve që u bë këtu te KXK-ja, po për shkak të bojkotit që e bëri njëri nga anëtarët, pasi që një kolege e tij ka munguar sot në Këshill dhe ai tha që duhet të pritet edhe ajo për të themeluar dhe formuar disa komisione në kuadër të Këshillit. Një pjesë e anëtarëve nuk u pajtuan dhe ai tha që do e bojkotoj këtë mbledhje. Kur u largua ai, u larguan edhe të tjerët, pasi rrjedhimisht nuk kishte koron për të vazhduar tutje me pikat e tjera të rendit të ditës. Pasi u largua gjyqtari Imami, u larguan edhe të tjerët dhe kështu Rustem Thaçi i mbylli punimet e kësaj mbledhje dhe tha që do ta thërras një mbledhje tjetër shumë shpejt për të diskutuar këto pikat e tjera të rendit ditës, por edhe ato të nëntën që lidhet direkt me dorëheqjen e gjyqtarëve serb. Kishte pak a shumë çka ndodhi këtu tek Këshilli Gjyqësor i Kosovës, nga ata pak minuta sa zgjati mbledhja e KXK-s e thirrur sot, ku kishte pjesëmarrje jashtëzakonisht madhe të mediave dhe të monitoruesve të tjerë për shkak të pikës së 9 pikërisht që kishte të bënte vetëm me dorëheqjen e gjyqtarëve serb. Tash po e kthej linjën tek ju në studio dhe normalisht detajet e kësaj mbledhje do i sjellim në edicionet e tjera informative. Faleminderit shumë që ndresa që në kohë reale raporton edhe për shikuesit e Kosova Today, kënaqësi të shihim bashkë këtë transmetim, shkputemi me një sigël për ndryshuar krejtësisht informacion. Dhe në masa të rrepta sigurie në shtetin e Ferizajt ka nisur gjykimi për një nga rastet më të rënda që ka tronditur Kosovën, vrasja e arresterit policor Muhamet Lika. Në seancën e parë dëshmoi bashkëshortja e tij e cila rrëfeu momentet e fundit para krimit dhe ngriti dyshime për disa nga të akuzuarit, ndërsa prokuroria këmbgul se bëhet fjalë për një vrasje të planifikuar. Çfarë u tha në sallën e gjyqit, cilat janë provat e paraqitura dhe si u mbrojtën të akuzuarit? A ka ndonjë detaj që i mungon kësaj çështje? Të gjitha këto i diskutojmë me një dyshe ku të ftuar në studio kam derë dhe kënaqësinë ta kem zotrin Bedri Elezin. Faleminderit për prezencën. Faleminderit për ftesën. Në anën tjetër kam kolegun tim Faton Mehmeti nga Ferizaj na paraqitet. Kënaqësi t'ju kemi zotrin Mehmeti. Faleminderit për prezencën. Që t'japim pak më shumë kontekst, po e filloj me juve zotrin Mehmeti përpara se të kaloj tek zotri Elezi. Çfarë realisht ndodhi sot në Ferizaj? Çfarë po ndodh aktualisht? Dje realisht është zhvilluar seanca, pra ku prokuroria ka paraqit atë akuzën që i ngarkon tash me 6 akuzorit për vrasjen e Muhamet Likës që ka ndodhur me 1 prill të vitit 2025 dhe aty pra janë të përfshirë dhe domosdëshmitarë të cilët pritën që të dëshmojnë 3 vetëm se kanë dëshmuar dje, ndërsa me datën 16, 18 dhe 24 pra të muajit të ardhshëm pritet të dëshmojnë edhe 9 të tjerë, kështu që për të përmbledhur mozaiku i domosdëshmitarëve. Por nëse fillojmë në një kronologjike, pra, sipas prokurorisë, pra, vrasja e Muhamet Likës tashmë arreshterit të djerë ka ndodhur për disa për arsye hakmarrje kryesisht që ka të bëjë me hetimin që ai me punën e tij zyrtare respektivisht, për shkak të se persona tashmë të akuzuar 6 persona të akuzuar, njëri vrasës dhe tjetri sipas prokurorisë ndihmës të tij, pra kanë qenë që kanë kërkuar hakmarrje për shkak të aktivitetit të punës të tij të zyrtarit pra Muhamet Lika. Dhe Muhameti pra është vrarë sipas prokurorisë
për shkak të këtyre, mirë po janë disa dyshime. Fillimisht dyshohet që vrasja mund të ketë ndodhur për shkak të hetimit të aktivitetit të këtij grupacioni, ku tashmë gruaja e tij dëshmitare tha se personat i kanë njohur dhe të cilët kanë frekuentuar shpesh banesën ku qëndronin, sepse ne kap më sipër është një person i cili është predikues i fesë islame, jo islami tradicional, mirë po themi për islamin më radikal. Pra ajo tashmë i kishte njohur dhe njëri prej tyre ndimsi kishte punuar edhe në lokalin e Muhamet Likës në Shprazh. Pra ishte njerëz të njohur për familjen e Muhamet Likës dhe për gruan e tij, e cila theksoj se i njëjtë personat dhe të cilët janë predikues të fesë islame. Kujtojmë që në njërën prej pyetjeve të prokurorit se a ka shpreh Muhameti shqetësime ndonjëra, ajo tha se në 2 raste Muhameti ka qenë i shqetësuar ose i ka treguar për 2 hetime që ai po zhvillonte, për njërin për shkak të një përdhunimi që kishte bërë tashmë i dyshuari për vrasjen Rajan Bela, dhe njërin për shkak të një hetimi të një grupacioni i cili me protagonistët në fjalë, me të akuzuarit në fjalë. Po, në 2023 ata kishin shpërndar fletushka në qytetin e Kaçanikut që